Ky që shihni është një raport i Autoritetit të Medias Audiovizive, e njohur si AMA, që pasqyron kohën televizive të partive politike gjatë muajit gusht. Raportin e ka marrë antiopozitarja Tema dhe e ka botuar me një titull interpretativ ku qortohet Berisha se ankohet për kapjen e mediave nga Rama, sepse sipas titullit të temës 90% kohës e merr KPD. Duke parë grafikun duket të jetë kështu, por siç thonë, gënjeshtrat më të mëdha prodhohen me anë të statistikave. Ka disa arsye se pse grafiku dëshmon diçka, por jo një fakt solid, sipas të cilit opozita merr pjesën e luanit në edicionet informative të televizioneve shqiptare. Grafiku i muajit gusht ka këtë pamje sepse Edi Rama dhe eksponentë të tjerë të PS-s kanë qenë me pushime gjatë gushtit, shumë pak dalë televizive dhe pak më shumë në rrjetet sociale, të cilat janë më lehtë të përdorshme nga Bregdeti apo kudo tjetër. Sali Berisha ka qenë i vetmi politikan me aktivitet të plot gjatë muajit gusht. Por hileja e grafikut të AMës fshihet tjetër kund. Edhe pse ka munguar Partia Socialiste, nuk ka munguar qeveria. Edicionet e lajmeve kanë qenë të mbushura me suksesin në thonjza në turizëm të qeverisë. Kjo ka qenë agenda që u është dërguar shefave të redaksive të televizioneve. AMA, për arsye që kuptohen, e sheh PS-n të ndarë nga qeveria, por ju e dini se nuk ka dallim mes tyre, janë e njëjta gjë. Kështu që do të ishte profesionalisht e ndershme dhe informuese për qytetarët shqiptar nëse AMA, kohën që ka marrë qeveria në edicionet e lajmeve, t'ja kalonte Partisë Socialiste. Si do të ndryshonte grafiku atëherë? Ajo që pretendon Tema dhe AMA bashk se Shqipëria nuk është regjim, e vërteton pikërisht raporti që ata vetë botojnë. Një prej treguesve të regjimeve është pikërisht loja apo shtrembrimi i statistikave.